se viteve të fundit ka pas dhe më thoni ashpërsim të marrëdhënieve, kjo që po ndron kohje dhe po them një farë ndoshta tash po shpresoj që është çdo gjë e sinqert, e ditë politika shpesh asgjë nuk është e sinqert, edhe këta që merren me politikë ndrojnë kohjen pastaj si u konvenon. Mirë, po kjo fotografi edhe me Zojen Osmani, po edhe me kryeministrin Kurti, të gjithë shqiptarët kudo që jetojnë kanë dëshirë me pa. E natyrisht në prag të 17 shkurtit ku ky shtet i Kosovës se për mene është kriju mbi gjakun lot edhe sakrificën e popullit Kosovës. Kështu që jashtëzakonisht krenar që po i shohim të përbashkuar, jashtëzakonisht kjo pamje e mirë, po tregon, po jep një mesazh që jemi bashkë edhe pse jemi dy shtete, jemi një kamp, po na bën me undi mirë. Me Zojen Osmani, mesazhi politik se nuk e kalon me hy, po m'duket se çdo herë më tepër që përdor edhe shprehjen, po ja bën një argat, Zoti Rama tash ja ka bë disa argat Zojes Osmani, për arsye se edhe në Davos thuhet që këtë afërsi me Trumpit ka ardhur deri përmes pak ndërmjetësimit Zotit Rama që ja ka dhënë shtymje. Rama në Davos nuk ishte hiç. Po nuk ishte, po ishte me Ivanka Trumpin edhe ishin në marrëveshje të cilat